diçka që ne konsiderojmë të nevojshme bëhet e domosdoshme? Patjetër. Arsimi për shembull ose ndoshta edhe ekonomia duket ndonjëherë sikur janë të domosdoshme. Atëre, 5 domosdoshmërit ne i përmendëm, vetëm për të treguar se pa ato nuk jetohet. Por në disa raste kemi plot gjëra tjera të nevojshme, të cilat në rrethanat të caktuara marrin gjykimin e gjërave të domosdoshme. Pra pas kemi një rast të veçantë që një e nevojshme bëhet e domosdoshme. Për shembull, pejgamberi alayhi salatu selam thotë: "Tadawu ibadallah, fa inna alladhi anzala ad-dawa." Kurohuni o robët e Zotit, sepse ai i cili ka zbritur sëmundjen, ka zbritur dhe ilaçin. Që do të thotë, nëse ne po jetojmë me disa sëmundje që mendohet se janë të rënda, klasifikohen të rënda dhe duhet patjetër një shërim, atëherë i bie që ne duhet studiojmë për të gjetur shërimin, për të gjetur kurimin, sepse ekziston, është aty, thjesht ne duhet hulumtojmë për ta gjetur. Atëherë, nëse ne kemi në rrezik jetët e njerëzve, atëherë pas kemi detyrë që të hulumtojmë në formën më të mirë për të arritur atë jetën ose sigurinë, domethënë maksimale, sa njeriu ka mundësi që njerëzit domethënë nëse smuren të gjejnë një alternativë shërimi. Ose po kjo është feja jonë, feja në sistem jete. Domethënë bëhet e domosdoshme arsimi në rast